تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, atë lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Në fillim e falenderojmë Allahun që na mundsoi ta arrijmë edhe këtë Ramazan dhe të fitojmë prej mirësive dhe dhuntive të Allahut subhanahu wa taala që janë në këtë muaj dhe gjithmonë dhuntit e Allahut janë të pandërprera. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na e bekoj këtë muaj neve dhe juve dhe të na e mundsoj ta shfrytëzojmë ashtu që do të bëhet shkak për faljen e të gjitha mëkateve dhe shkak për hyrjen në xhennet dhe shpëtimin prej xhehenemit. Në këtë muaj, me lejen e Allahut dhe me ndihmën e Tij, duke kërkuar suksesin e Allahut subhanahu wa taala, do ta lexojmë librin e Ibn Hibban el-Busti, që quhet Rawdatul Uqala, dhe shpresojmë që ta lexojmë në mënyrë të saktë dhe ta shpjegojmë ashtu si është më e dobishme dhe të fitojmë prej dobive të këtij libri. Përpara se të fillojmë një libër, përmendim shkurtimisht për biografinë e autorit që ta kuptojmë se për çfarë pune bëhet fjalë. Autori është ky dietar I madh I cili thot emri I tij është përmendur në mënyrë gjatë, domethënë gjenealogjia e tij, por emri është Muhammad ibn Hibban ibn Ahmed ibn Hibban, gjithashtu el-Busti. Do thot Muhammad ibn Hibban el-Busti, I cili ka kunjen Abu Hatim, gjithashtu. Do të thënë njëjtë si disa prej dietarëve më hershëm dhe nuk duhet na përzihen emrat, pra është do të thënë është nga qyteti Bust që tani gjendet në Afganistanin e sotëm. Dhe këto vise I kanë çliruar muslimanët që në vitin 43 të Hijretit, edhe këtë Bustin, do të thënë këtë qytet Bust e ka çliruar Abdulrahman ibn Samura, I cili ka qenë edhe vali, do të thonë, ose guvernator I Sigistanit, që është rajon në Afganistan. E ka çliru Bustin dhe gjithashtu ka arritur deri në Kabul, edhe aty e ka rrethu Kabulin një kohë në disa muaj, pastaj e ka hapur dhe I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ndihmë dhe është bërë qytet islam ose ka hyrë në shtetin e muslimanëve. Ky dietar Ibn Hibban el-Busti, domethënë edhe pse I atribuohet këtij qyteti, nuk është me preardhje afgan. Domethënë është me preardhje nga gadishulli arabik, prej fisit Temim, do të thënë Benu Temim, është Temimi, sepse muslimanët, do të thënë, në atë kohë kur kanë çliruar vende të ndryshme, gjithashtu kanë shkuar edhe shumë prej njerëzve, saqë kanë shkuar edhe kabile të plota në vendet e reja, që të jenë thirrës dhe mësues të Islamit, që do të thënë edhe e kanë praktikuar, thot praktikisht Islamin, edhe gjithashtu u kanë mësuar njerëzve teoretikisht edhe trive, edhe do të thënë trive që kanë hyrë në Islam, edhe trive në moshë gjithashtu u kanë mësuar Islamin, dhe kabilja e Ibn Hibbanit, rahimahullah, është prej kabileve të Temimit të gadishullit arabik, që kanë jetu dhe kanë vazhdu, domethënë, në
atë vend, në rajonet e Afganistanit. Do thotë dikun kanë ardhur ndoshta rreth 300 vjet përpara lindjes së Ibn Hibbanit rahimahullah. Muhammad ibn Hibban ose Abu Hatim ibn Hibban al-Busti rahimahullah ka lindur në pravërsisht në vitet 280-ta, kur thuhet pra dekada 80, ose dekada 8, pra vitet 80-ta, është për qëllim periudha nga viti 271 deri në vitin 280. Dhe kjo është periudha kur ka lindur, nuk është e sigurt, nuk është përmendur me edhe një argument të sigurt kur ka lindur, edhe kjo vërejni të shumica e dietarëve përmendet vetëm viti i vdekjes, jo viti i lindjes, pasi kur kanë lindur ato nuk janë shkruar ose nuk janë përmendur shumë. Pastaj kur janë bërë dietar, edhe është njohur emri i tyre, është përhapur ndikimi i tyre, është shënuar viti i vdekjes, e kanë shënuar dietar të tjerë kanë përmendur. Prandaj viti i vdekjes Ibn Hibbanit rahimahullah është viti 354 i Hijretit, 354. Dhe kanë thonë se kur ka vdekur, ka pas përmi 80 vjet, që duhet të ketë lindur rreth vitit 273 të Hijretit. Wallahu a'lam. Ibn Hibbani që është angazhuar shumë me dituri, edhe në vendin e tij ka pas dietar dhe ka mësuar prej tyre. Mirë po, siç kanë thënë dietarët e vjetër, nuk ka hajër prej një njeriu që mëson vetëm në vendin e vet, mëson vetëm nga dietarët e vendit vet dhe nuk udhton për të kërkuar dituri. Dhe ky udhtimi për kërkimin e diturisë është një sunet i ndjekur që nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe deri në kohën tonë, edhe deri në atë kohë që ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala të përfundojë çështja e diturisë dhe çështja e imanit. Dhe vazhdimisht nxënës të dijes dhe dietarët kanë udhëtuar nga një vend në një vend tjetër, aty ku ka pas dietar që të përfitojnë prej tyre, ose ku ka institucione, të mësimit, siç është Universiteti Islamik i Medinës e kështu me radhë, udhtojnë për të grumbulluar dituri nga vendet e ndryshme. Ibn Hibbani rahimahullah dikun rreth vitit 300 të Hijretit ka fillu të udhtoj për kërkimin e diturisë dhe ka udhtuar në të gjitha vendet që kanë qenë atëherë në shtetin Islam. Që nga kufiri lindor, nga Busti dhe nga Sigjistani, deri në kufirin perëndimor, në Afrikën Veriore, kryesisht në Egjipt, Kairo dhe Aleksandri, dhe gjitha vendet që janë ndërmjet. Ka udhtu në për ato vende që sot është shteti i Iranit, Nesaburi, e kështu me radhë, edhe në vende që kanë quajtur në atë kohë Karaj, që është përafërsisht ajo që quhet shteti i Gjorgjisë, këtë kohë. Ato gjitha kanë qenë vende të muslimanëve. Ka udhtu po ashtu edhe nga disullin arabik, në Mekë, në Medinë, në vendet të tjera, në Irak, me shumicë, Basra, Bagdad e kështu me radhë, në Sham ka udhtu, në Damask, në Raqqa edhe vende tjera, Haleb përmendet, Antaki, gjithashtu Tarsus, që sot janë në shtetin e Turqisë. Beirut, Hims, Damask, përmendëm në Quds, Ramle, në Egjipt, në Kairo dhe Aleksandri, dhe ka mësuar prej shumë dietarëve. Ky udhtimi për kërkimin e diturisë, udhtimi i tij ka zgjatur 30 vjet. Mas 30 vjetëve është kthyer në vendin e tij. Dhe ka thonë në librin e tij që e ka shkruar, një prej librave të tij, ka thënë, kam mësuar dhe kam shkruar prej më shumë se 2000 dietarëve në vende të ndryshme të botës. Edhe
e ka përmendur Dhahabiu rahimahullah, edhe ka thonë kështu duhet të jetë ideali për kërkimin e diturisë. Do të thonë më shumë se 2000 dietar, 2000 mësues e më shumë i ka pas prej cilëve ka marrë hadith, edhe fiqh, akide dhe dituritë e islamit, kuptimin, urtësinë, menhexhin edhe e kështu me radhë. Por jo vetëm që ka mësu prej këtij numri të madh të dietarëve, gjithashtu është gjatë këtyre udhëtimeve ka qëndruar në vende ku ka dhënë mësim, po ashtu edhe ka një numër të madh të dietarëve që kanë mësuar prej tij, do të thonë që janë nxënës të tij, siç është thot Abu Abdillah Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Manda al-Asbahani, i cili ka vdekur në vitin 395. Edhe këtë e ka lëvduar vetë Ibn Hibani, edhe ka thonë pra ajo është njeri i diturisë dhe unë kam mësuar prej tij. Do të thonë edhe ka pas mësues edhe nxënës gjithashtu. Prej tij ka mësu Abu Abdillah al-Hakim, do të thënë dietari i njohur, Hakimi, i cili ka shkruar librin Al-Mustadrak ala as-Sahihain. Dhe dietar të tjerë, për shembull Abu Ali Mansur al-Harawi, që ka vdekur në vitin 401, Abu Muadh Abdurrahman ibn Rizqillah as-Sijistani dhe dietar të tjerë të shumtë që janë lëvduar, që janë prej nxënësve të tij. Ka shkruar libra të shumtë, do të thënë libra me një numër shumë të madh. Këtu studiuesi ka përmendur 62 libra që i ka përpiluar ai vetë. Edhe disa prej këtyre librave janë me një vëllim, disa me 10 vëllime, disa me shumë. Do të thënë ka shkruar, do thotë, libra të shumtë, saqë do të thënë vetëm nga shkrimet e tij ka pasur një bibliotekë të madhe që e ka pas për vete. Pastaj këtë bibliotekë e ka lënë waqf, do të thënë që të jetë e hapur për secilin që do të studiojë dhe të mësojë. Dhe me keqardhje, do të thënë vendin ku e ka pasur, vendin e tij, edhe njerëzit që kanë qenë përgjegjës për atë bibliotekë nuk janë kujdesur sa duhet, edhe shumica e librave të tij janë të humbur, quhen libra të humbur. Do të thonë që i kanë përmendur dietar të ndryshëm dhe dihen titujt e tyre, mirë po kanë humb shumica. Dhe kanë mbetur vetëm disa, por janë prej librave më të vlefshëm edhe do të thënë me vlerë të madhe në dituri. Një prej tyre është libri që quhet Sahih Ibn Hibban, gjithashtu ka libër al-Thiqat, do të thënë transmetuesit e besueshëm, ka libër Ad-Du'afa wal-Majruhin, do të thënë libri për të dobtit dhe të kritikuarit, do të thënë ata për cilët është bërë xherh. Edhe është libri i tij i njohur gjithashtu Al-Jarh wa Ta'dil, do të thënë kritika dhe lëvdata, do të thënë që janë prej diturive të shkencave të hadithit. Gjithashtu është një prej librave bazë për shkencat e hadithit me titullin Udhëzimi për njohjen e llojeve të hadithit. Dhe këto janë disa prej librave që janë prezent, janë të botuar, do të thënë deri sot, kurse shumica e madhe, ndoshta 3/4 e librave janë të humbur. Por ka shkruar shumë dhe ka dhënë kontribute të shumta. Prandaj pozita e tij në mesin e dietarëve ka qenë pozitë e lartë dhe është njohur dhe është respektuar. Për këtë shkak, çdo herë njeriu kur ka një gjendje të tillë, ka edhe ziliqar, hasedxhi, do të thonë që duan ta rrëzojnë edhe ta heqin prej pozitës që e ka. Është përmendur se kur është kthyer, prandaj është sprovuar për shkak të njerëzve që kanë bërë kurthe ose i kanë shkaktuar sprova. Edhe një prej tyre përmendet është Abu Zakaria Yahya ibn Ammar Ash-Shaybani As-Sijistani, i cili ka vdekur në vitin 422.
ka qenë dietari kryesor I Sigjistanit. Edhe ka pas fetari, dituri, është, ka qenë I përpikt në pasimin e sunetit dhe ka qenë shumë I ashpër kundër bidatxhive dhe në veçanti kundër xehmive, që kanë qenë përhapur në atë kohë. Dhe siç thonë disa dietar, ka pas pranim të tepruar të fjalët të shumica e njerëzve, sepse ka qenë shumë orator edhe ka pas, ka dhënë këshilla pra shumë prekse. Për këtë shkak, ka qenë njeri gjithashtu që e kanë pranuar edhe ka qenë shumë I ashpër në lidhje me ata që bëjnë gabime në fenë e Allahut, dhe kjo nuk është e qortuar, mirë po ndonjëherë ka mundësi dikush I kalon kufit, edhe ka mundësi nëse këtë xhelozi për mbrojtjen e sunetit nuk e kufizon frika nga Allahu subhanahu wa taala, edhe nuk e kufizon sinqeriteti ose përkushtimi I pastër ndaj Allahut, atëherë mund të sjellë edhe dëm. Ka thonë ky dietar Ebu Zakaria as-Sijistani është pyetur për Imam Ibn Hibbanin, a e ke parë? Ka thonë, si nuk e kam pa, kur ne e kemi nxjerr nga Sijistani. Ka pas dituri të shumt, mirë po nuk ka pas fetari të madhe, ka ardhur tek ne dhe ka mohuar anën për Allahun, prandaj e kemi nxjerr. Kjo është një temë, xehmit kur e kanë mohu lartësimin e Allahut mbi krijesat, kanë thonë Allahut nuk I caktohet had, nuk I caktohet anë ose kufi. Dhe disa prej dietarëve të sunetit e kanë kundërshtuar këtë fjalë, edhe kanë thonë I caktohet, ashtu si ka thënë Allahu subhanahu wa taala. E kanë pas për qëllim anën e lartësisë. Si ka përshkruajtur Allahu veten e Tij të madhrishme, se është mbi krijesat e Tij dhe I ndarë prej krijesave të Tij. Për këtë shkak kanë thonë që I kanë kundërshtuar xehmit, këtë fjalë që nuk I caktohet Allahut anë. Mirë po, disa prej realiteti është se në librin e Allahut dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndonjë argument për fjalën anë ose had, kufi. Nuk ka urdhër në Kur'an ose në sunet që duhet të themi Allahu ka had. Prandaj, kjo është fjalë e përgjithshme, nuk ka bazë në Kur'an dhe Sunet, edhe është e përgjithshme, duhet pyetet çka ke qëllim me këtë. Nëse njeriu ka qëllim se Allahu është I kufizuar në një vend caktuar, atëherë kjo është e mohuar dhe është në kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Nëse ka qëllim anën, lartësinë, se Allahu është mbi krijesat e Tij dhe I ndarë prej krijesave të Tij, atëherë është e saktë sipas argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Por pohimi I përgjithshëm I kësaj fjale dhe mohimi I përgjithshëm mund ta sjellë njeriu në bidat. Tani ky person që e ka bërë bidatxhi, Ibn Hibbanin, ka thonë ai ka mohu anën, edhe prandaj kemi nxjerr nga Sijistani. Dhe ka thënë Imam Dhahabiu rahimahullah, inkarul haddi wa ithbatuhu mimma lam ya'ti bihi nas. Do të thonë mohimi ose pohimi I haddit, I kufirit ose I anës, mohimi ose pohimi I saj nuk ka argument në Kur'an ose në Sunet. Dhe kjo shprehje është teprim, do të thonë dalje jashtë fjalëve që janë në Kur'an dhe Sunet. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Edhe bukuria e islamit të një njeriu është që mos merret me fjalë që nuk janë punë e tij. Do të thonë fjalë, pra sigur kjo që flitet për Allahun subhanahu wa taala, do të thonë cili është argumenti yt që ta pohosh ose ta mohosh atë fjalë. Prandaj duhet njeriu të qëndrojë vetëm në fjalët e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot besimi si Allahu nuk është askush, do të thonë se Allahu nuk ka të ngjashëm, kjo është prej bazave të sunetit. Po ashtu besimi se Allahu është I ndarë prej krijesave të Tij dhe lart përmi krijesat e Tij, kjo gjithashtu është prej emrave dhe cilësive, do të thonë prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala.
Do thotë, pra e ka kundërshtuar atë kritikuesin. Do të thënë, kjo fjalë, pra Imam Dhahabiu thotë, kjo fjalë në realitet është gabim nga ana juaj. Gjithashtu një prej dietarëve të tjerë, Tajuddin as-Subki, ka thënë në lidhje me fjalën e Abu Zakria Sijistani, ka thënë unzur ma ajhala hadha al-jarih wa layta shi'ri min al-majruh. Do të thënë ose walejtë sheri men il majruh. Do të thonë, shiko sa ignorant është ky kritikues. Edhe a thu cili duhet të jetë i kritikuari këtu. Do të thonë, ky që ka thonë se e kemi nxjerr apo pse e ka mohu haddin apo jo. Ka thonë muthbitul haddi lillah au nafihi. Do të thonë, cili duhet të jetë i kritikuar, ai që e pohon kufizimin ose anën për Allahun ose ai që e mohon. Edhe thot kam pa se ka shkruar Salahuddin Khalil ibn Keldi al-Alai, Allahu mëshiroft, në lidhje me këtë ka shkruar diçka dhe thot do ta përmendi ashtu si e ka shkruar tekstualisht. Ka thënë ya lillahi al-ajab, do të thonë sa e çuditshme pasha Allahun, cili është më parsor të nxirret dhe të bëhet bidatxhi dhe të akuzohet se ka do të thënë fetari të dobët. Do të thotë, në realitet ai që ka kritiku është që duhet të kritikohet. Në lidhje me këtë, është akuzuar edhe për diçka tjetër, Imam Ibn Hibban, do të thënë, shikoni për njënën, i është marrë një fjalë që nuk dihet ku është kjo fjalë. Do të thënë, nuk është e vërtetuar se është prej fjalëve të Ibn Hibbanit. Mirpo, është thënë se ai thotë që e ka mohu anën, do të thënë. Dhe për këtë është bë bidatxhi, dhe patjetër se ka pas sprova dhe vështirësi dhe njerëz e kanë bojkotuar, janë larguar e kështu me radhë. Pastaj gjithashtu një fjalë tjetër i atribuohet Ibn Hibbanit, se ka thonë pejgamberi është dituri dhe vepër. Edhe mbas kësaj fjale kanë gjikuar se është kafir, është zindik, do të thënë ka dalë prej feje, se kanë thonë ka për qëllim se pejgamberi fitohet, siç thonë filozofët. Do të thënë fjalët e filozofëve janë se pejgamberi është diçka që arrihet me ushtrim, do të thënë me stërvitje, me dituri, më falni se thash fjalë dhe vepër, do të thënë dituri dhe vepër. Do thotë pejgamberi është dituri dhe vepër. Pra kanë thonë kjo do të thotë se me shtimin e diturisë dhe me vepra të mira mund të bëhet njeriu pejgamber. Prandaj kanë thënë se Ibn Hibani është zindik, edhe kanë bërë fitnë të madhe për këtë, edhe kanë çu deri te Khalifja, dhe Khalifja ka gjykuar që të vritet, do të thënë për si zindik. Edhe për këtë thot Dhahabiu, kjo fjala se pejgamberi është dituri dhe vepër, është njësoj si fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam el-hajju Arafa. Do të thënë haxhi është Arafati. Që edhe hadithe të tjera, do të thënë me kuptim të ngjashëm. Edhe dihet se nëse njeriu qëndron në Arafat, edhe nuk bën asnjë vepër tjetër të haxhit, nuk ka haxh. Do të thënë nuk është bërë haxhi vetëm me Arafatin. Po është për qëllim se shtylla kryesore e haxhit është qëndrimi në Arafat. Që pa të nuk, do të thënë, ajo duhet patjetër të jetë pjesë e haxhit. Dhe nëse është ajo, nuk do të thënë automatikisht se haxhi është i plot, si thoshin disa prej hoxhallarëve në haxh në ditën e Arafatit, i thanë e mbaruat haxhin, i thoshin haxhilerëve e mbaruat haxhin. Edhe kjo është devijim dhe keq informim dhe keq përdorim i ndjenjave të haxhilerëve edhe gjithë atyre pasurive që i kanë dhënë. Pra, pa haxh nuk ka, pa Arafat nuk ka haxh. Mirë po, vetëm me Arafat nuk plotësohet haxhi, do thotë nuk është e vetmja. Këtë thot Dhahabiu, ka dashur të thot Ibn Hibani, se ajo kryesorja që e sjellin pejgambert është dituria e saktë dhe veprat e mira.
Por nuk do më thonë që nëse njeriu ka dituri të gjerë edhe bën vepra të mira, nuk do më thonë se është bë pejgamber, sepse pejgamberllaku është për zgjedhje nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu e zgjedh këtë dojë. Dhe me ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka përfunduar përzgjedhja e pejgamberëve. Nuk ka më pejgamber pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo fjalë që kanë thënë filozofët se pejgamberllaku mund të arrihet, do më thonë se ka pejgamber pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak kanë thënë se është zindik. Nëse thotë se pejgamberllaku arrihet, do më thonë që ka pejgamber edhe mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë Dhahabiu thotë se si që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shtyllën më të rëndësishme të haxhit, gjithashtu edhe Ibn Hibbani e ka përmendur cilësinë më dalluese dhe më të plotë të pejgamberllokut. Do të thonë nuk ka mundësi që të gjendet një pejgamber përveç se tek ai është dituria e plot, e sakt nga Allahu subhanahu wa taala dhe veprat janë plotësisht të mira. Do të thonë dituria dhe veprat e tij janë të plota. Pra secili pejgamber patjetër është dietar dhe veprues i diturisë, por nëse një njeri është dietar dhe vepron me diturinë, nuk do të thonë se bëhet pejgamber automatikisht, por sepse nuk ka mundësi njeriu të arrijë në shkallën e pejgamberllokut përveç se do të thonë me zgjedhje nga Allahu subhanahu wa taala, kurse pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka më pejgamber. Thotë, po ashtu ka thënë Ibn Kathiri rahimahullah, ka thënë وقد حاول بعضهم الكلام فيه من جهة معتقده ونسبه إلى القول بأن النبوة مكتسبة. Do të thonë, thot Imam Ibn Kathir rahimahullah, disa njerëz janë munduar të flasin keq, do të thonë për Ibn Hibbanin në aspektin e besimit të tij dhe ja kanë veshur fjalën se pejgamberllaku fitohet, që është diçka prej filozofisë, do të thonë, filozofët që kanë thënë në atë kohë. Dhe Ibn Kathiri thot, Allahu a'lam, a ka thonë këtë Ibn Hibbani. Do të thonë, edhe atë fjalë, thot Allahu a'lam a ka thonë. Por që të ketë thonë se pejgamberllaku fitohet, ajo nuk ka dyshim se është larg prej tij nëse i shikohet biografia edhe dituria që e ka dhënë dhe librat që i ka shkruar, domethënë shihet se është që ka thirrur në sunet. Disa prej dietarëve kanë thënë se është i dobët në transmetim. Edhe kjo është disa, domethënë prej kundërshtarëve të tij kanë thënë se është i dobët. Edhe kjo është prej fjalëve të tepruara, gjithashtu se Ibn Hibbani është ai që i ka vlerësuar. Domethënë ai ka shkruar libër që është libër referencë të dietarët e hadithit. Domethënë libri Athiqat, domethënë pra transmetuesit e besueshëm, ose thotë që merret transmetimi i tyre, dhe libri Ad-Du'afa wal-Majruhin, gjithashtu është libri për transmetuesit e dobët dhe të kritikuar. Edhe në këto ai është referencë. Mos flasim, do të thonë që ai të jetë në mesin e të dobëtve. Edhe gjithashtu libri El-Jarh wa Ta'dil, po ashtu flet për shumë prej transmetuesve. Kjo shkurtimisht që ta njohim pak a shumë vlerën e autorit rahimahullah, kurse pra duhet ta mbajmë mend që ka lindur në vitin 300 ka vdekur në vitin 354, që dihet periudha e jetës së tij. Edhe prandaj kur ta lexojmë librin, do të thonë ta kemi parasysh se për cilën periudhë flitet, bëhet fjalë në libër. Pastaj titulli i librit është Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Do të thonë kopshti ose bahçja e të mençurve dhe pikniku i njerëzve me vlerë, ose shëtitja, ose knatësia. Dhe fjala rauda, do më thonë një kopsht i bukur me lulet lloj-llojshme, me pamje, me rrjedh të ujit e kështu me radhë, do më thonë që jep knatësi për shikimin. Nëse njeriu hyn në ata,
puson, do thotë, edhe ndjen kënaqësi, edhe mund të themi edhe shpirtërore dhe fizike. Do të thënë qetësi dhe kënaqësi. Këtë vrejmë se shumë prej djetarëve ja kanë lënë emrin, do të thënë titujt e librave i kanë bërë me këtë, siç është po ashtu Ibn Qayyimi Rawdatul Muhibbin, Nawawiu Riyadus Salihin, do të thënë Rawdatul Muhibbin, kopshti të dashurve, do të thënë ata që e duan Allahun, Riyadus Salihin, kopshtet e të devotshmëve, Ar-Rawdul Murbi', Ar-Rawdul Unuf, do të thënë kopshti i bukur ose kopshti ushqyes, dhe të tjera, thot Bustanul Arifin, gjithashtu kopshti ose livadhet, do të thënë kuptimin e bukurive, do thot, të atyre njohësve. Kjo e gjitha tregon për dashurinë që kanë pasur këta dietar për diturinë dhe kënaqësinë që e kanë ndjer, do të thënë kur angazhohen me dituri. E kanë ndjer, thot marrjen me dituri, hyrjen në bibliotek, leximin e librave, si shëtitje dhe piknik në për kopshtet bukura dhe kënaqësi të lloj-llojshme, do të thonë siç insistojnë njerëzit që patjetër të kenë pushim vjetor, që të vizitojnë vende të bukura ku pushojnë fizikisht. Thot me këtë dietarët, do të thonë këtë kënaqësi edhe këtë shëtitje dhe piknik dhe bukuri e kanë ndjer në mesin e librave dhe këtë ndjenjë e kanë shfaqur, do të thënë e kanë transmetuar në titullimin e librave. Do të thënë kjo ndjenjë e brendshme shihet në titullin e librit që e kanë vendosur. Edhe për këtë si shembull e përmendin një rast të Ibn Taymiyes ku ka qenë i vogël, do të thënë fëmirinë e tij, pasi ai ka filluar të merret me dituri në fëmijëri të hershme. Një herë familja e tij me vëllezërit dhe motrat, do të thonë, kanë dalë për një piknik, do thotë jashtë Damaskut. Edhe në rrethinën e Damaskut ka vende shumë të bukura, edhe vende shumë tërheqëse. Kanë shku kurse ai nuk ka shku me ata, edhe kanë mbetur në shtëpi. Kur janë kthy, vëllezërit dhe motrat si janë, siç është adeti i fëmijëve, i kanë treguar e bëm këta, vrapum këtu, pam, do të thënë këto pamje dhe këto ti nuk ishe, pse nuk erdhe, do të thënë nuk i pe çka pam ne dhe nuk i bën ato kënaqësi dhe lojra që i bëm ne. Ka thënë Ibn Taymija, ju shkut atje dhe u kthyet pas një përfitim, do të thënë nuk sollet diçka të re, kurse unë e mësova këtë libër në gramatike, kam mësu për menç, do të thënë përderisa nuk ka pas asnjëri në shtëpi, edhe ka qenë shtëpia e qetë, atëherë ka shfrytzuar për ta mësu një libër, edhe kjo ka qenë për ta kënaqësi më e madhe se sa me shku, do të thënë shëtitje dhe në piknik. Mirpo kjo nuk do të thonë se ata që angazhohen me dituri nuk dalin prej shtëpisë ose nuk i shohin bukuritë e dunjas, patjetër se njeriu ka nevojë patjetërsueshme që dalë dhe të shëtitet dhe të pushoj me pamje të lloj-llojshme, do të thonë ata njerëz që jetojnë në qytete kanë dëshirë të shkojnë në për fshatra dhe fusha, ata që jetojnë në fshatra kanë qejf dhe dëshirë të vizitojnë qytetet, do të thënë për secilin patjetër se duhet edhe ky aspekt, mirëpo qëllimi është se dietarët e kanë parë angazhimin me libra dhe qëndrimin mesin e librave si kënaqësi më të madhe, edhe lumturi, do të thënë të vërtetë. Pastaj të fillojmë diçka prej hyrjes që ka përmendur autori rahimahullah. Ka thonë, thot këtu qala Abu Hatim, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmed at-Tamimi rahimahullah. Përmenda se preardhja e saktë është Tamimi e tij, do të thënë kunja Abu Hatim, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmed at-Tamimi rahimahullah. Ka thonë, alhamdulillahi al-mutafarrid bi wahdaniyati al-uluhiyya, al-mutaazziz bi 'azamati ar-rububiyyah.
do thot lavdia, e gjithë lavdia e takon Allahut, që është i vetëm dhe i veçuar me uluhije, pra që vetëm ai meriton të adhurohet, që është i fuqishëm dhe krenar me madhrinë e rububijes, që ai i cili i mban të gjitha shpirtrat e botës në deri në kohën e caktuar, dhe që i di çdo lëvizje dhe çdo gjendje të krijesave të tij, ai i cili u jep dhunti të shumta, të panumërta dhe u dhuron atyre, do të thonë prej dhuntive të tij të madhërishme, ai që i ka krijuar krijesat dhe atëherë kur ka dashur ai, pa ndonjë ndihmës as ndonjë këshillues. E ka krijuar njeriu siç ka dashur, pa ndonjë të ngjashëm ose të barabartë. Dhe kështu me fuqinë e tij ka vazhduar vullneti i tij të zbatohet te krijesat e tij, dhe Allahu i ka dhënë, do të thënë i ka frymzuar me morale të mira, edhe gjithashtu i ka bërë të dalluar mes veti. Do të thënë këtu është fillimi i hapjes së librit, në të cilën fillon si çdo herë, do të thënë fillon me hamd ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke falendëruar Allahun, dhe këtë lavdi ndaj Allahut subhanahu wa taala e bën me ato shtyllat e besimit në Allahun, që janë besimi në tauhid al-uluhiyya, tauhid ar-rububiyya dhe tauhid al-asma'i was-sifat. Do të thënë përmend një herë alhamdulillah al-mutafarrid bi wahdaniyati al-uluhiyya. Do thot, e gjithë lavdia i takon Allahut, i cili është i vetëm dhe i veçuar një në uluhijen e tij. Do thot se uluhia, do të thonë cilësi, uluhia është cilësia e Allahut subhanahu wa taala, që merret nga fjala Allah. Do të thënë emri Allah, do thot, siç ka thënë Abdullah ibn Abbas, dhul uluhiyya. Kuptimi i emrit Allah është poseduesi i uluhijes. Dhe uluhia, do të thonë, se ai është i përsosur në të gjitha cilësitë, i shenjtë në secilin aspekt, prandaj vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush përveç tij. Do të thonë, pra veçimi i Allahut me adhurim. Çdo adhurim prej krijesave nuk lejohet të drejtohet askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra, si ka thënë Abdullah ibn Abbas, Allahu dhul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Do të thonë, emri Allah do të thotë poseduesi i uluhijes, shenjtërisë dhe ubudijes, do të thonë adhurimit të gjitha krijesave, pra atë posedon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe ka thënë el-mutaazzizi bi'azamati ar-rububiyya. Do thot, ai që është krenar dhe i gjithë pushtetshëm me madhrinë e rububijes. Do të thonë se Allahu është Zoti, pra gjithashtu rububia është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë që Allahu është Zoti i gjithçkaje. Ai ka kriju gjithçka, dhe ai furnizon krijesat e tij, ai sundon dhe i kontrollon krijesat e tij. Do të thonë, ndryshe i thuhet veçimi i Allahut në vepra të zotërisë ose vepra të Zotit, pra të gjitha këto janë vetëm të Allahut subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyya, do të thonë veçimi i Allahut me veprat e krijesave. Do thotë që të gjitha veprat e krijesave i drejtohen vetëm Allahut. Kurse tauhid ar-rububiyya, do të thonë veçimi i Allahut me veprat e tij. Thotë ai është i vetëm në këto vepra që janë të veçanta për Zotin, që janë krijimi, furnizimi, sundimi, dhënia e jetës dhe e vdekjes dhe të gjitha kuptimet e rububijes. El-qaim ala nufusil alami bi ajaliha. Do të thonë ai është sunduesi, do të thonë kjo qaim prej emrit qayyim, do të thonë ose qayyum. Pra Allahu subhanahu wa taala ka thujt veten el-hayyu el-qayyum. Edhe gjithashtu qayyimus samawati wal ard, do të thonë
fjala qayyum ose qayyim ka dy kuptime. Do të thënë një se Allahu është i mjaftueshëm për veten e tij, do të thënë nuk ka nevojë për askënd. Ai qëndron vetvetiu dhe nuk i nevojitet askush, nuk ka nevojë për krijesat e tij në asnjë lloj të aspekteve të nevojës. Do të thënë është i pasuri absolut që nuk ka nevojë për askënd. Pastu gjithashtu edhe qaim është prej emrave të Allahut, ka thënë Allahu afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Do të thënë pra është Allahu ai që është mbikëqyrës për secilin shpirt, secilin krijesë për atë që vepron ajo krijesë. Prandaj ky është kuptimi i dytë i emrit Qayyum. Kuptimi i parë se ai është i vetmjaftueshëm, nuk ka nevojë për asgjë, dhe kuptimi i dytë është se ai është mbajtës i çdo gjëje. Do thotë çdo gjë ekziston me mbajtjen e Allahut subhanahu wa taala dhe mbikëqyrjen dhe sundimin e Allahut të lartësuar. Prandaj, do të thënë, ka thonë el qaim ala nufusil alami bi ajaliha, do të thënë ai është që i mban të gjitha shpirtrat e botës me secilin afat që e ka, do të thënë sa e ka jetën secili shpirt e mban Allahu subhanahu wa taala. Al-alim bitaqallubiha wa ahwaliha, dhe i di imësit e secilës lëvizje dhe secilës gjendje që i kanë krijesat. Al-man alejhim bitawaturi alaihi al-mutafaddil alejhim bisawabiqi na'maihi. Do të thënë, pashtu prej emrave të Allahut është Mannan, do të thënë dhuruesi shumt i dhuntive. Pra Allahu është ai që u ka dhënë shumë dhunti krijesave të tij dhe i jep favore të shumta prej dhuntive të tij krijesave. I ka krijuar krijesat kur ka dashur ai. Në atë moment që ka dashur Allahu, atëherë i ka kriju krijesat. Edhe kjo është prej cilësive të përsosmërisë së Allahut. Bila mu'inin wala mushir, do të thënë pa ndihmës, nuk ka pasur Allahu ndonjë që ta ndihmojë. As nuk ka pasur dikush që i ka treguar se si të krijojë ose të jap këshill ose isharet, do të thënë, për të krijuar krijesa. Por i ka krijuar ai kur ka dashur, edhe i ka krijuar vet pa ndihmës dhe pa këshilltar. Wa khalaqa al-bashara kama arad bila shabihin wala nadhir. Do të thënë e ka krijuar njeriu si ka dashur Allahu. E ka krijuar njeriu pa pasur ndonjë shembulltyr të mëhershme. Dhe gjithashtu Allahu subhanahu wa taala është që nuk ka shembulltyr ose nuk ka, do të thënë, të ngjashëm me ta, as nuk ka të barabartë me ta. Dhe edhe pas krijimit Allahu është që i mban ato krijesat dhe vullneti i tij zbatohet në secilën krijesë. Atë që do Allahu ndodh dhe atë që nuk do Allahu nuk ndodh. Do të thënë, atë që do Allahu ndodh edhe nëse krijesat nuk duan. Dhe atë që nuk do Allahu nuk ndodh edhe nëse krijesat duan. I ka krijuar me fuqinë e tij dhe me dëshirën ose vullnetin e tij. Pastaj thot i ka dhënë, do të thënë, çdo gjë është në dorën e Allahut. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Do të thënë, thuaj, thirrini ose lutini ata që pretendoni ju përveç Allahut, ata nuk posedojnë në qiell dhe në tokë asnjë grimc. Nuk posedojnë asnjë grimc, as në qiell, as në tokë, wa ma lahum fiha min shirk. Edhe nuk kanë ortakri, nuk janë ortak në ndonjë çështje prej çështjeve të qiellit dhe të tokës. Wa ma lahu minhum min dhahir. Edhe nuk ka Allahu dikant si ndihmës. Do të thonë, këta që i lutni përveç Allahut, ata nuk posedojnë asgjë, edhe gjithashtu nuk janë ortak me Allahun në sundim dhe nuk janë ndihmës të Allahut. Atëherë pse i lutni? Pastaj vazhdon në ajetin tjetër se gjithashtu nuk bën dobi as ndërmjetësimi i askujt përveç atij që jep Allahu leje. Pastaj ka thonë se Allahu i ka çliruar
robrit. Domethënë i ka frymzuar me liri që ta zgjedhin të mirën ose të keqen. Edhe i ka lënë domethënë ta zgjedhin atë që është e dobishme ose atë që u bën dëm atyre. Por disave prej tyre u ka dhënë, si më thënë, u ka instaluar moral të lartë dhe ata janë në gradë të ndryshme edhe në pjesë të ndryshme të moralit dhe secili dallon prej të tjerëve dhe thot kullu hizbin bima ladayhim farihun, siç është në ajet, do të thënë secili grup gëzohet me atë që e ka për vete. Kjo është një hyrje, do të thënë lavdin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj ka thonë wa ashhadu an la ilaha illa Allah fatiru as-samawati al-ula wa munsi'u al-aradina wal-bara la mu'aqqiba li hukmihi wala radda li qada'ihi wala 'adada li ni'ma'ihi wala ihsa'a li 'ata'ihi. Do të thënë dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, që është krijuesi i qiejve të larta dhe krijuesi i tokës dhe dheut. Nuk ka dikush që mund ta kundërshtojë gjykimin e tij, as nuk mund ta refuzojë caktimin e tij, as nuk mund t'i numërojë dhuntitë e tij, as nuk mund t'i përfshijë mirësitë e tij. Dhe ka thënë Allahu wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Do të thënë Allahu nuk pyetet për atë që e bën dhe kurse krijesat pyeten. Wala muhajja fima qada wal wara mahjujun, edhe gjithashtu nuk mund të debatojë askush me Allahun për atë që ai ka caktuar, kurse të gjitha krijesat, do të thënë, do të pyeten dhe do të debatohet me ta për vendimet që i kanë marrë. Pastaj ka thënë wa ashhadu anna Muhammadan abduhu al-mujtaba, do të thënë dëshmoj se Muhamedi është robi i tij i përzgjedhur, wa rasuluhu al-murtada, edhe i dërguari i tij me të cilin Allahu është i kënaqur. Allahu e ka dërguar me dritën ndriçuese dhe me urdhra me të cilat Allahu pajtohet dhe është i kënaqur. Atëherë kur ka pas një kohë të mungesës së pejgamberëve dhe është humbur rruga e udhëzimit, kështu që me të Allahu e ka mposhtur devijimin, e ka plotësuar imanin, i ka zgjësuar fetë tjera dhe i ka shtypur idhujt. Salavatet dhe selamet e Allahut qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Thot për sa kohë ekzistojnë qiejt dhe për sa kohë bëjnë tasbih melaiket në përqiej, do të thënë vazhdimisht deri në ditën e gjykimit, salavatet shumëta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasi siç e dini se çdo melek prej melaikeve në përqiej i bën tasbih Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe nuk ndalen asnjëherë. Ka thonë pra me ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka mposhtur dhe i ka zgjësuar fe tjera, i ka shtypur idhujt, si ka thënë Allahu, pra kjo është një prej qëllimeve të dërgimit të pejgamberit, li yudhhirahu ala ad-dini kulli. Do të thonë që ta bëj të ngadhnjejnë mbi të gjitha fetë tjera. Dhe kjo ka ndodhur. Pra kur ka zbritur ky ajet, muslimanët kanë qenë dobët. Mirpo Allahu ka treguar se e ka dërguar Muhamedin me fenë e vërtetë, që ajo të bëhet ngadhnjimtare mbi të gjitha fetë. Edhe kështu ka ndodhur, siç ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavatet e Allahut qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithashtu për pasardhësit e tij dhe të gjithë sahabët e tij. Mirë, pastaj thot amma ba'd fa inna az-zamana qad tabayyana lil-'aqili taghayyuruhu. Thot pra në këtë kohë secili i mençur e sheh se ka ndryshuar gjendja, ka ndryshuar koha. Edhe njeriu i zgjuar e kupton se është kohë më e vështirë, sepse ka thonë, pra këto janë shprehje në gjuhën arabe, yabisa dar'uhu ba'da al-ghazara. Do të thonë xhiri është terur pasi ka qenë i plot dhe është degët janë shëmtuar pasi kanë qenë të bukura dhe trupat, do të thonë pemët janë tha pasi kanë qenë të njoma.
wa bashi'a madhaquhu ba'da al-'udhuba, edhe frutat janë bërë të neveritshme pasi kanë qenë të këndshme, për të ngrënë dhe të shishme. Për çka? Pse është kjo gjendje? Do të thonë me këtë përshkrim, me shembuj, do të thonë sikur xhiri I plot I kafshës kur jep shumë qumësht, është shterur, është bërë, do të thonë që nuk jep. Edhe degët, lulet që kanë qenë të bukura, do të thonë përpara, pranë kohën e selefit, janë bërë të thata dhe të prishura. Edhe pemt ose do të thonë pemt në përgjithësi janë tha, frutat janë bërë me shije jo të këndshme, si kanë qenë në kohën e selefëve. Do të thonë flet për shekullin e 4 Hijri. Do të thonë në kohë shumë të hershme, flet para 1000 vjetëve, do të thonë se gjendja është dobësuar edhe janë prishur, do të thonë situatat. Prandaj thotë ky është qëllimi pse ka përpiluar librin. Thot fanabagha fihi aqwamun yad'una at-tamakkuna min al-aql, edhe tani janë paraqitur njerëz të cilët pretendojnë se kanë mençuri shumë edhe mendje shumë të fuqishme. Ma'a nafyi shu'ab al-jahl, edhe I mohojnë, domethënë degët e ignorancës. Bistimali ضد ما يوجب العقل من شهوات صدورهم, por këtë pretendojnë duke e përdorur të kundërtën e asaj që kërkon mençuria. Do të thënë përdorin të kundërtën e asaj që kërkon mençuria. Po të kishin qenë të mençur me të vërtet, nuk do të kishin përdorur ato. E cila është ajo? Që I ndjekin epshet e tyre, edhe ëndjet e tyre. Sepse ndjekja e ëndjeve është në kundërtën me mençurinë. Edhe do ta shohim më vonë si thot mendja dhe epsi janë armiq. Do të thënë patjetër që kundërshtohen mes veti. Wa tarki ma yujibuhu nafsu al-aqli bi hajazati qulubihim, do të thonë e kanë bërë të kundërtën e mençurisë, që është pasimi I epsheve, dhe kanë lënë atë që e bën obligim mençuria, që ta përmirësojnë edhe ta ndjekin zemrën e shëndosh. Ja'alu usul al-aqli alladhi ya'tamiduna alayhi 'inda al-mu'dilat an-nifaqa wal-mudahana. E kanë bërë shumica e njerëzve tani që në kohën e autorit, do të thënë e kanë bërë mençurinë ose bazën e mençurisë kur ndodhin vështirësi edhe ngushtica, cila është baza e mençurisë të shumica e njerëzve, dyftërsia dhe lajkatimi. Do të thonë që ai njeri që di të shitet me më shumë fytyra, edhe të ketë vend në më shumë anë, edhe ai njeri që di t'ju bëjë lajka atyre të cilët ka interes, do të thënë ja bën qefin secilës palë, ky njeri quhet I mençur. Kurse realiteti është se mençuria e kundërshton këta. Dhe thot inda wurudin naibat husn al-libasi wal fasaha. Edhe kur ndodhin raste të rëndësishme, e mendojnë mençuri, pamjen e bukur dhe oratorinë e mirë. Do thotë, çka është mençuria te shumë prej njerëzve, që t'jetë dyftyrës, edhe t'ja bëjë qefin secilës palë, t'ju shkojë për qefi të gjithëve, dhe kur ka një rast të rëndësishëm ose të rëndë, atëherë mençuria është që duket bukur, me pamje të bukur, veshje të bukur, edhe dije të flasë, do të thënë me oratori të mirë. وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربعة فهو العاقل الذي يجب الاقتداء به. Edhe tani njerëzit pretendojnë se kush di ti rregulloj këto 4 çështje, 4 gjëra, atëherë ai është I mençuri që duhet të ndiqet. ومن تخلف عن إحكامها فهو الأنوك الذي يجب الإزوراء عنه. Kurse kush nuk mund t'i plotësoj këto, kush nuk di t'i mashtroj njerëzit, me të vërtet në përditshmëri këto I dëgjojmë këto fjalë. Nëse nuk di
ti mashtrosh njerëzit, nëse nuk di të mbahesh me të gjithë, do të thonë quajnë mendje lehtë ose torollak, do të thonë se nuk di të gjindesh, kurse çiltërsia dhe mençuria quhet budallallak, do të thonë në kohën tonë. Edhe pastaj thot autori rahimahullah, pasi i pash se njerëz të thjesht i marrin këta për referencë ose i marrin, domethënë, sikur janë njerëz që duhet të ndiqen, atëherë kjo më ka shtyrë që ta përpiloj një libër të lehtë, domethënë të shkurt, që i përmban kuptime të precize, për të cilat kanë nevojë njerëz të mençur në secilën ditë, që t'i dinë gjendjet e tyre në secilën kohë, dhe që ky libër të jetë si përkujtues për njerëz të mençur kur janë prezent dhe të jetë ndihmës kur nuk janë prezent, kur janë larg, domethënë. Kush e mëson këtë libër, thot do t'i kaloj ata të kohës së tij ose kolegët e tij, domethënë, ata me të cilët ka qenë në një nivel, nëse e mëson këtë dhe praktikon, atëherë i kalon ata dhe domethënë nëse pasi ky libër është miku i afërt, shoqëruesi i mirë për të mençurin kur është në vetmi dhe e bën të lumtur kur është larg prej të gjithë njerëzve. Pastaj thot, nëse jam mëson këto mësime që i merr në këtë libër, jam mëson njerëzve, nuk do të mungojnë prej mexhliseve të tua. Domethënë, është për qëllim, nëse ju jep dobi nga ky libër, i mëson, domethënë, shprehjet këtij librit edhe e praktikon atë me mençuri dhe u mëson të tjerëve, pra njerëzit do ta kenë qef bisedën me ty, do të përfitojnë prej teje edhe do të afrohen, do të kenë qef, domethënë nuk do të mbetesh vetë në shoqëri. Dhe thot këtu në këtë libër do ta sqaroj çka është mirë për të mençurin që ta përdor, domethënë cilat janë ato veti dhe cilësi të mira që duhet t'i ketë i mençuri, dhe cilat janë ato cilësi të këqija që duhet t'u largohet. Domethënë, kjo është rruga e përgjithshme, domethënë është rruga e Islamit, Kuranit dhe Sunetit, që e sqaron të mirën dhe nxit për të, edhe e sqaron të keqen për t'u larguar prej saj. Patjetër, do thotë që njeriu duhet ta di të mirën, edhe duhet ta di se si duhet veprojë me të, dhe duhet ta di të keqen, që të mund të largohet. Pasi, si kanë thënë, kejfe yettaqi me la yadri ma yettaqi. Domethënë, si mund të ruhet dikush prej diçka kur nuk e di prej çka duhet të ruhet. Domethënë, duhet ta di prej çka duhet të ruhet i mençuri, që të jetë i mençur me të vërtetë, edhe ta përsos mençurinë, cilat janë ato që duhet t'i përvetësoj, edhe cilat janë ato që duhet t'i largoj dhe t'i pastroj. Dhe ka thonë wa aj'alu jawami'aha 50 baban min al-ma'murati wal-mazjurat mimma yahmilu al-mar'a ala iqamati al-muru'at fi al-awqati wal-halat. Do thot e kam nda në 50 tema. Pra në këtë libër ka 50 tema ku përmenden urdhrat dhe ndalimet. Domethënë ato që duhet t'i bëj i mençuri dhe ato prej cilave duhet të largohet, dhe kur t'i zbatoj ato si duhet, atëherë domethënë e plotson burrnin, edhe e plotson mençurinë dhe bëhet, do thotë, e kupton kuptimin, edhe e kupton mençurinë. Dhe thot bina'u kulli babin minha ala sunnatin sahiha. Domethënë secilën temë e fillon me një hadith sahih. Dhe në secilën temë ajo baza e temës, fillimi i temës është një hadith sahih, pastaj jep sqarime për atë hadithin, duke sjell fjalë të selefëve, fjalë të sahabeve, tabiinëve,
edhe duke sjell poezi prej atyre, domethënë, poetëve të urtë që kanë thënë, që janë bërë si fjalë të urta. Se kur thuhet fjalë e urtë arabe, është një fjalë që e ka thënë dikush, edhe është përhapur, domethënë është pranuar si urtësi dhe mençuri, edhe prandaj ndoshta e keni vërejtur se çdo herë kur thuhet një fjalë e urtë arabe është në formë me rim, domethënë është poezi. Pra një poet i mençur ka thënë një fjalë edhe ajo është përhapur si fjalë e urtë. Prandaj edhe fjalët e urta kanë zinxhir te muslimanët. Domethënë kur thuhet një fjalë e urtë, duhet tregohet se kush e ka thënë. Domethënë për secilën prej atyre fjalëve që janë të njohura, dihet thënësi i saj. Te shumica, domethënë shumica absolute, dihet kush është thënës, edhe kush e ka transmetuar prej tij. Pastaj këtu i ka përmendur temat, vetë disa do t'i përmendit që ta dini se për çka do të bëhet fjalë, domethënë në këto mësime. Njëherë tema e parë është cilësia ose përshkrimi i të mençurit. Çka do thotë i mençur dhe çka do thotë mendje. Pastaj tema e dytë se njeriu duhet ta përmirësojë të fshehtën, edhe domethënë brendësinë e tij, ta përmirësojë zemrën dhe t'i përmirësojë veprat kur është në vetmi. Kjo që ka të bëjë me takuan. Pastaj kërkimi i diturisë, domethënë që është prej rrugëve të mençurve. Ruajtja e gjuhës, që mos flase, domethënë fjalë që e dëmtojnë. Pastaj thënia e të vërtetës në secilën kohë edhe largimi prej gënjeshtrës. Pastaj diçka prej fjalëve të pejgamberllokut hershëm, domethënë që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, idha lam tastahi fasna ma shi't. Domethënë nëse nuk turprohesh, atëherë bëj ç'të duash, domethënë flet për turpin, që është një prej cilësive të mençurit. Modestia, që është e kundërta e mendimallësisë, sjellja e mirë për të bërë i dashur të njerëzit, gjithashtu, domethënë sjellje të mira, jo dyftërsi dhe lajkatim, por sjellje të mira për të bërë i dashur të njerëzit, të gjitha këto sipas Kuranit dhe Sunetit. Domethënë duke e filluar temën me një hadith sahih, pastaj shpjegimet rreth asaj teme për cilën flet hadithi. E kështu, domethënë përhapja e selamit, shakaja e lejuar, domethënë shakaja me rregull, dhe të tjera, domethënë 50 tema të cilat do t'i flasim, do t'i lexojmë inshallahu taala dhe do t'i përfundojmë në këtë muaj me lejen e Allahut dhe me ndihmën e tij. Thot se pastaj këto janë përmendur këtu titujt e temave, pastaj nuk i përmend autori, vetëm fillon me hadithin edhe flet në lidhje me atë temë. Ka thënë fa hadha akhiru abwab, domethënë kjo është tema e fundit, këtu që e përmend tema e fundit, tema e 50 është vazhdimësia në kujtimin e vdekjes. Domethënë çdo herë me mendu njeriu për vdekjen dhe çdo herë t'i ketë parasysh veprat e tij, çka i bën, duke u përgatitur për vdekjen. Pra thotë kjo është tema e fundit që e kemi përmendur në këtë libër, sepse domethënë i përmendim këtu në fillim të librit, sepse i ndihmon atij studiuesit që në fillim t'i di se për çka bëhet fjalë. Dhe më vonë thot, duke u munduar që ta bëjmë sa më shkurt dhe mos hym thellë edhe të prim domethënë të argumenteve, sepse nëse nisi Ibn Hibani domethënë t'i përmendet gjitha argumentet për një temë, atëherë secila temë bëhet një vëllim ose dy vëllime, por ka thënë e kisha qëllim mos i përmend të gjitha, por të përmend vetëm disa që të jetë më e lehtë për atë që do ta barte këtë dituri dhe të jetë që ta kaploj, domethënë veshi i dëgjuesit, sepse kur të fillojmë në transmetime dhe lloje të poezive, atëherë do të zgjaten shumë edhe nuk i shihet
fundi. Domethënë nëse fillojmë në të gjitha ato që i transmetojmë, atëherë nuk i shihet fundi librit dhe prandaj kush nuk ka mundësi që ti përfshi të gjitha, atëherë duhet të marrë prej secilës dituri të shkurtën. Domethënë kjo është ajo fjalë që përsëritet shumë herë, ajo që nuk arrihet e gjitha, nuk lihet e gjitha. Domethënë ajo që nuk arrihet plotësisht, nuk bën të lihet plotësisht. Do thotë, nëse njeriu nuk mund ta përfshi gjithë diturinë për një temë ose për gjitha temat, nuk do të thonë se nuk duhet të filloj as pak. Duhet të mësoj atë që ka mundësi. Dhe ka thonë, Wallahu al-muwaffiqu lis-sadad wal-hadi ila ar-rashad wa iyyahu as'alu islah al-asrar. Do të thonë, Allahu është ai që jep sukses për qëllimin e rrugës së drejtë dhe ai udhëzon në të vërtetën. Atij i lutem që të na përmirësoj të fshehtën dhe të mos na dënoj për gabimet që i bëjmë, sepse ai është bujari, fisniku, ai është i buti dhe i mëshirshmi me krijesat e tij dhe falësi i mëkateve subhanahu wa ta'ala. Tani fillon tema e parë, siç tham, thot wasful aqil al-labib wa na'tul fadil al-arib. Do të thonë përshkrimi, që do të thonë definicioni ose cilësitë e të mençurit. Çka është i mençur dhe çka do të thotë mençuria. Pasi u zgjatëm në hyrje, do ta lëm temën e parë për mësimin e dytë me lejen e Allahut. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na bëjë të dobishme atë që na ka mësuar, të na mësojë atë që na bën dobi dhe të na shtojë diturinë. E lutim Allahun që të na furnizojë me moralet më të bukura, se nuk na furnizon me ato askush përveç tij, dhe të na largojë prej moraleve të këqija, se nuk na largon prej tyre askush përveç tij. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.